Në sirtarët e vjetër të një shtëpie të vogël në Tiranë, mes rrobave të vjera dhe fotografive të fishkolluara, u gjet një zarf i verdhur me vullën e vitit 1984. Brenda ishte një letër shkruar me dorë të dridhur plot me njolla, që dukeshin si të shkaktuara nga lot. Letra nuk ishte drejtuar familjes, nuk ishte për të dashur. Ishte dërguar drejt një adrese në Beograd, drejtuar Ministrisë së Kulturës së ish Jugosllavisë. Në atë letër, Neshmije Pagarusha, zëri më i bukur i Ballkanit, gruaja që kishte mbushur stadiume me 10 mijëra njerëz, shkruante vetëm një fjalë që e ngrinte lëkurën. Nuk mund të shikoj në pasqyrë nëse pranoj këto para. Kjo letër nuk u publikua kurrë. Kush e fsheu atë? Pse duhej mbulluar vendimi i saj për të refuzuar një kontratë që do ta bënte milionere? Cila forcë nga lart donte që populli të mos dinte kurrë se kjo grua kishte zgjedhur varfërinë jo nga paaftësia, por nga dinjiteti? Sot ne do të tregojmë atë që u fsheh për dekada. Do të hapim sirtarët që dikush donte t'i mbante të mbyllur përgjithmonë. Kur Neshmija hynte në skenë, bota ndalej. Dritat e forta të sallës sfidonte retinën, por sytë e saj, ata sytë mbenj kafe që kishin parë dhe trishtimin e luftës dhe gëzimin e pavarësisë, nuk tronditeshin kurrë. Ajo qëndronte në qendër, e veshur me një fustan modest, shpesh të thurur nga duart e saj dhe hapte gojen. E atëherë fillonte magjia. Zëri i saj nuk ishte thjesht i bukur. Ai ishte një uragan emocional që fuste dorën brenda kraharorit të dëgjuesit dhe shtrëngonte zemrën. Njerëzit qanin, burrat e fortë të mësuar me betejat ullnin kokën. Gratë ngrin duart në lutje sikur ajo të ishte një shenjtore. Dhe ajo vetë, ajo kur nuk buzëqeshte shumë, sikur dinte diçka që askush tjetër nuk e dinte ende. Në vitet e 60-ta, emri i saj udhëtonte përtej kufive. Nga Prishtina në Sarajev, nga Shkupi në Beograd, nga Stamboll deri në Kairo. Komunitetet shqiptare jashtë vendit dërgonin letra jo me kërkesa për autograf, por me lutje. Ktheu te ne, këndo për ne, më jep shpresë se nuk jam harruar. Ajo shkonte, por çdo udhtim kishte një çmim të fshehtë. Në një nga turnet e saj, kur u kthye nga Kosova, ajo u ul në tryezën e kuzhinës së saj. Në duar mbante një zarf. Brenda ishte një çek me shumën që mund të blinte 3 shtëpi në qendër të Tiranës. Por sytë e saj shkëlqenin nga lotët. Burri i saj Bahri Begu, violinisti që ajo i kishte dashur që në moshën 18, i vuri dorën në supë dhe tha: "Kjo nuk është për ne." Ajo tundi kokën. "Jo, kjo është gjak." Askush nuk e dinte atëherë se çfarë kuptonte ajo me atë fjalë. Por ne po afrohemi tek zbulimi që do t'ju trondit, sepse ajo çek nuk ishte vetëm shpërblim, ishte kurth. Në vitet e 70-ta, Jugoslavia po bëhej një makinë fort kulturore. Tito donte t'i tregonte botës se socializmi i tij ishte ndryshe, më i butë, më human. Dhe për këtë kishte nevojë për fytyra. Jo vetëm politikan, jo vetëm ushtarak. Ai kishte nevojë për artist. Mekshmia ishte një nga ato fytyra, por ajo ishte edhe diçka më shumë. Ajo ishte zëri i shqiptarëve, dhe kjo e bënte situatën delikate. Në Beograd, në doma të errta me tavolina të drujta, burra me kostume të shtrenjta dhe cigare të rënda vendosnin fatin e artistëve. Një prej tyre, një zyrtar jugoslav, një njeri që kishte qenë oficer në kohën e luftës dhe që tani kontrollonte çdo koncert publik, kishte hapur një dosje me emrin Neshmije Pagarusha. Në atë dosje kishte të shënuara datat e koncerteve të saj, vendet ku kishte kënduar dhe më e rëndësishmja, çfarë kishte thënë mes këngëve. Sepse Neshmija kishte një zakon. Mes këngëve, ajo ndonjëherë fliste, falenderonte publikun, përmendte emra vendesh dhe shpesh, edhe pse e kujdeshme, fliste për adheun e saj. Sipas rrëfimeve që qarkullonin, një natë në fillim të viteve 70, pas një koncerti në Novi Sad, ajo u ftua në një darkë. Ishte një restorant i elegant me perde të kuqe dhe shampanjë franceze. Aty ishin 5 njerëz, 2 producer, një drejtor televiziv, një këshilltar i ministrisë dhe zyrtari. Ai u ngrit me një gotë në dorë dhe tha: "Neshmije, ju jeni thesari ynë, por duhet të flasim hapur. Ju keni talentin më të madh të gjithë Ballkanit, por ju jeni shqiptare. Dhe kjo, ai ndalloi dhe buzëqeshi, kjo është problem." Neshmija nuk lëvizi. Ajo dinte se ky moment do të vinte. Ajo e kishte ndier ajrin duke u ndryshuar prej muajsh. Zyrtari vazhdoi: "Ne duam t'ju ofrojmë diçka të jashtëzakonshme. Një kontratë ekskluzive me televizionin federal. 2 turne në vit jashtë vendit. Shpërblime që do t'ju bëjnë të pasur, shumë të pasur. Por, dhe këtu ai u përkull përpara, ju duhet të nënshkruani një letër.
Një letër që thotë se ju je një artist jugoslave, jo shqiptare, jugoslave. Dhe këngët tuaja duhet t'jenë si ta them, më pak për Kosovën, më shumë për bashkimin ton të madh. Heshtje. Në tavolinë askush nuk guxonte të pinte. Neksmia i shikoi të gjithë, pastaj pyeti. Dhe nëse refuzoj? Zyrtari nuk busheshi më. Lista e koncerteve tuaja do të bëhet më e shkurtër. Disa radio do të ndalojnë këngët tuaja. Nuk do të ketë persekutim, thjesht harrese ngadalt. Ajo u ngrit nga karriga. Faleminderit për darkën. Unë mendoj për këtë. Por ajo nuk mendoj shumë. Kur u kthye në shtëpi, thirri Barriun dhe i tha: "Ata duan të më blejnë." Ai e pyeti: "Sa ofrojnë?" Ajo tha: "Çdo gjë që mund të dëshirojmë." Burri e pa në sy: "Dhe ti çfarë do?" Ajo u ul në prag dhe fshiu lotët që kishin filluar të rrjedhin. "Unë dua të jem unë." Kjo vendimi për të thënë jo ndaj milionave, nuk u mor vetëm atë natë. Ai ishte kullni diçkaje më të thellë, diçkaje që kishte filluar shumë kohë më parë. Por çfarë bëri Neksmien kaq të paepshme ndaj tundimit? S'kishte ndodhur me të kaluarën e saj që kishte mësuar se disa gjëra nuk shiten edhe kur çmimi është i pamundur për t'u refuzuar. Përgjigja qëndronte në vitet që ajo nuk i kishte harruar kurrë. Për herë të parë pas 25 vitesh, gruaja që të gjithë e quanin shkatëruese të familjes u ul para mikrofonit. Dora e saj dridhej kur vendosi një foto të vjetër mbi tavolinë, një fotografi ku shiheshin 3 figura në hije të një vile luksoze në brigjet e orit. Askush nuk e kishte parë këtë imazh më parë. Ajo foli me zë të ulët por të qartë. Neksmia nuk ishte ajo që ju mendonit. Historia që ju treguan ishte e rrem. Unë isha atje atë natë. Unë dëgjova bisedën që ndryshoi gjithçka. Dhe unë do t'ju them tani çfarë ndodhi vërtet në majin e vitit 1983. Kjo grua quhej Vera. Ajo kishte qenë asistente personale një produceri të fuqishëm jugoslav, njëri prej burrave që u leshin në ato darkë ku vendosej fati i artistëve. Vera kishte dalë në heshtje pas vdekjes së tij, por tani, me flokët e thinjur dhe duart e mbarsura nga artriti, kishte vendosur të fliste. Sepse ajo kishte qenë në dhomën ngjitur kur Neshmia hyri për të përfunduar negociatat. Sipas Verës, Neshmia nuk erdhi vetëm. Ajo solli me vete një valishe të vogël lëkure, dhe kur ja vendosi atë producerit, ai e hapi dhe filloi të qesh me zë të lartë. Brenda validhes nuk ishin dokumente kontrate, ishin të gjitha letrat që ai kishte dërguar Neshmijes, letra ku ai premtonte fame, para, villa në Dalmaci. Neshmia i kishte ruajtur të gjitha, dhe tani i ktheu të pahapur. Produceri pushoi së qeshuri, ai pyeti: "Pse?" Neshmia ju përgjigj vetëm me një fjali që Vera e mbante mend fjalë për fjalë: "Sepse unë nuk jam mall që shitet me katalog." Burri u ngrit nga karrigja me fytyrë të kuqe. Ai tha: "Ti do të pendohesh për këtë." Neshmia u kthye dhe shkoi drejt derës, por para se ta mbyllte, ajo tha diçka që e ngrinte lëkurën. "Unë tashmë pendohem, por jo për vendimin tim. Pendohem që një herë mendova se ju ishit njerëz të ndershëm." Vera tregonte se pas largjimit të Neshmijes, produceri thiri 3 persona. Njëri ishte drejtor radioje, tjetri ishte lidhje me Komitetin Gjendror të Partisë. I treti ishte dikush që Vera e përshkruante vetëm si njeriu me shënimet. Ata folën për 20 minuta. Pastaj doli urdhri. Emri i Neshmije Pagarushës duhet të fshihet gradualisht nga programet kryesore, jo me skandal, por me hares. A ishte kjo e vërtet? A ishte Vera një dëshmitare e besueshme, apo thjesht dikush që kërkonte vëmendje? Nuk mund ta dim me siguri, por një gjë është e qartë. Pas asaj periudhe, koncertet e Neshmijes në televizion federale u zvogluan ndjeshëm, dhe askush nuk shpjegoi kurrë arsyen zyrtare. Pse ajo nuk denonsoi publikisht të presion? Pse nuk bëri skandal? Përgjigja qëndron në një parim që Neshmia e mbajti deri në fund. Një artist i vërtet nuk lufton me gjuhë. Ai lufton me heshtje dhe dinjitet. Por a ishte kjo vendimi i dur? A duhej ajo të fliste më lart? Apo heshtja e saj ishte vetë mesazhi më i fortë? Ajo kishte një apartament në periferi të Tiranës që askush nga publiku nuk e kishte parë kurrë. Një banesë me 2 dhoma në katin e dytë të një ndërtese të vjetër pa ashensor. Nuk kishte dyshe me mermeri, nuk kishte drita kristali, nuk kishte as makinë të parkuar jashtë. Fqinjet e saj kujtonin se shpesh e shihnin duke ecur në treg me qese në dorë, jo me shofer dhe makinë zyrtare, por me këmbë. Ajo blinte perime nga i njëjti shitës si të gjithë të tjerët, paguante me para të numëruara. Dhe kur dikush e njihte dhe thërriste zonja Neshmije,
Ajo buzëqeshte dhe vazhdonte rrugën. Por brenda atij apartamentit të thjesht, ekzistonte një botë që pak njerëz e dinin. Në një dhomë të vogël që shërbente si studio, ishte një magnetofon i vjetër. Neçmia mbante atje një koleksion kastetash. Aty ajo regjistronte këngë që nuk i interpreton kur publikisht. Këngë për vdekjet e dëshmorëve, këngë për gratë që pritnin burrat në luftë, këngë që ishin shumë të dhimbshme për skenat zyrtare. Ajo i ruante ato kaseta në një kuti metalike, dhe kur dikush e pyeste pse nuk i nxjerr këto këngë, ajo përgjigjej: sepse jo çdo gjë duhet shfaqur. Disa gjëra janë vetëm për shpirtin. Një mbrëmje, në fund të viteve 80, Neçmia u kthye në shtëpi pas një koncerti në Pallatin e Kulturës. Ajo ishte e lodhur. Zëri i saj kishte filluar të tregonte shenjat e moshës, jo sepse nuk kujdesej, por sepse kishte kënduar për 30 vjet pa pushim. Ajo hyri në kuzhinë dhe gjeti Bariun ullur me kokën në duar. Përpara tij ishte një letër. Neçmia e mori letrën dhe e lexoi. Ishte një ftesë nga një kompani private perëndimore. Ata i ofronin një turne në Gjermani, Francë dhe Zvicër. Paga ishte marramandëse. Aq sa ajo dhe Bariu mund të jetonin rehat për 10 vjet pa punuar. Por kishte një kusht të vogël të shkruar poshtë në shkronja të vogla. Artistja duhet të pranojë të këndojë në gjuhën serbishte në të paktën gjysmën e koncerteve. Neçmia lexoi kushtin 3 herë. Pastaj e pallos letrën ngadalë dhe e vendosi në sirtarinë e kuzhinës. Bariu e pa dhe tha: "Ti nuk do të përgjigjesh?" Ajo u ul pranë tij dhe e mori nga dora. "Jo, nuk ka nevojë." Ai e dinte se çfarë do të thoshte ajo, por pyeti sërish: "Deri kur do të vazhdojmë kështu?" Neçmia nuk ju përgjigj me një herë. Ajo shikoi nga dritarja e vogël të kuzhinës, jashtë fëmijët luanin në obor. Një grua vari rroba në litar, jeta e thjesht vazhdonte. Pastaj ajo foli, deri në fund. Bariu pyeti: "Fundi çfarë?" Ajo u kthye dhe e shikoi në sy. Fundi asaj kohe kur njerëzit do të kuptojnë se jo çdo gjë ka çmim. Por bota nuk funksionon me idealizma. Bota funksionon me para. Dhe ata që nuk luajnë sipas rregullave të paras, shpesh prishen. Neçmia e dinte këtë, por ajo zgjodhi ta jetojë me pasojat. Çdo muaj që kallonte, ofertat bëheshin më të pakta, koncertet më të rralla. Emri i saj filloi të zbehet nga afishet e mëdha. Disa njerëz e harronin ngadalë, të tjerët e mbanin mend si një legjendë të vjetër, diçka e bukur, por tashmë e largët. Aja vlente të humbiste gjithçka për një parim që shumica e njerëzve as nuk e kuptonin, apo ajo po bënte gabimin më të madh të jetës së saj. Në fillim të viteve 90, shëndeti i Neçmies filloi të lëkundej. Zëri, ai instrument hyjnor që kishte sjell lot dhe gëzim për miliona, filloi të dobësohej. Ajo shtrihej shpesh me dhimbje në fyt. Mjekët i rekomanduan pushim të plot, por ajo vazhdoi të këndonte, sepse çdo koncert mund të ishte i fundit, dhe ajo donte që njerëzit ta dëgjonin atë të vërtet, jo një version të censuruar, jo një kukull të kontrolluar, por Neçmien e vërtet. Një natë pas një koncerti të vogël në Prizren, ajo ratifikët në skenë. Publiku u ngric në këmbë me panik. Mjekët erdhën me ambulancë. Ajo u transportua me urgjencë në spitalin më të afërt. Kur u zgjua, ora ishte 3 të mëngjesit. Në dhomën e bardhë të spitalit ishte vetëm një infermiere e re që po kontrollonte tension. Neçmia pyeti: "Sa kohë kam qenë këtu?" Infermieria ju përgjigj: "4 orë, por ju nuk duhet të ktheheshit ende në skenë, trupi juaj po ju thot diçka." Neçmia e dinte çfarë po i thoshte trupi, por ajo nuk e pranoi menjëherë. Ajo pyeti: "A ka ndonjë nga familja këtu?" Infermieria tundi kokën: "Jo, por ka dikush që po pret jashtë që nga ora 10, nuk është familjar. Ai thot se është shefi një klinike private." Neçmia lejoi që ai të hynte. Burri që hyri kishte mbi 70 vjeç, i veshur me kostum të zi dhe me çantë lëkure. Ai u ul pranë krevatit dhe foli me butësi: "Zonja Pagarusha, kam dëgjuar për gjendjen tuaj. Unë drejtoj një klinik në Lubjan. Ati kemi specialist nga Austria dhe Italia, ne mund t'ju ndihmojmë." Por ai ndaloi. Neçmia e kuptoi me njëherë. Ajo pyeti: "Sa kushton?" Burri nxori një letër nga çanta dhe ja dha. Në atë letër ishte shkruar një shifër kaq e lartë sa mund të blinte 3 shtëpi në qendër të Tiranës. Neçmia ja ktheu letrën pa e lexuar deri në fund. Ajo tha: "Faleminderit, por unë nuk kam aq para." Burri buzëqeshi: "Ne e dim, por ne gjithashtu dim se ju njihni njerëz që mund t'ju ndihmojnë. Nëse ju pranoni të këndoni në disa evente private njerëz shumë të rëndësishëm, ne mund të organizojmë gjithçka."
Nekshmia kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një ofertë mjekësore. Kjo ishte një marrëveshje. Shëndeti i saj për shërbime ndaj njerëzve që ajo i kishte shmangur gjithë jetën. Ajo e shikoi burrin me sy të lodhur dhe i tha: "Unë preferoj të vdes me zërin tim se sa të jetoj me zërin e dikujt tjetër." Burri mbeti i habitur, por ai insistoi: "Ju nuk po mendoni mirë. Kjo është jeta juaj." Nekshmia e ndërpreu: "Saktësisht, është jeta ime, jo e tyre." Burri u ngrit dhe doli pa folur më. Kur dera u mbyll, infermierja që kishte dëgjuar gjithçka e pa Nekshmien dhe tha: "Ju sapo refuzuat shpëtimin tuaj." Nekshmia u kthye nga dritarja e vogël dhe tha: "Jo, unë sapo ruajta shpirtin tim." Por a ishte kjo heroizëm apo kryenetësi? A duhej ajo të pranonte ndihmën për të vazhduar të jepte art? Apo refuzimi ishte vetë arti i fundit, arti i të qenit besnik ndaj vetes? Pak kush nga ne do të kishte guximin ta bënte atë që ajo bëri, të zgjidhte shpirtin mbi jetën. Në një mbrëmje të ftohtë të shkurtit, 1985, në apartamentin modest të Nekshmies, ndodhi diçka që ajo nuk ja kishte treguar askujt deri atë moment. Bariu, burri i saj, shoku i jetës, violinisti që kishte qenë pranë saj që nga vitet e para të famës, erdhi në shtëpi me një zarf në dorë. Por jo çdo zarf. Ai ishte i trash, i vullosur me dyllin e kuq të një zyre notariale nga Beogradi. Nekshmia ishte ulur në koltukun e vjetër duke qepur një fustan për koncertin e javës së ardhshme. Kur pa fytyrën e Bariut, dinte se diçka kishte ndryshuar. Ai nuk e shikoi në sy, thjesht e vendosi zarfin mbi tavolinë dhe tha me zë të lodhur: "Këtë e solli një person që thot se të njeh prej vitesh. Tha se kjo është ndihma e fundit që mund të jap." Por a ishte vërtet ndihmë apo diçka tjetër? Nekshmia e mori zarfin, e hapi ngadalë. Brenda ishte një kontratë e shkruar në gjuhën serbe me përkthim në shqip. Kontratë për 3 koncerte private në vila të pasura jashtë vendit. Shuma ishte mjaftueshme për të bler 2 apartamente dhe për të jetuar pa shqetësime financiare për 15 vjet. Por në fund të kontratës, me shkronja të vogla, ishte shënuar një fjali që i ngriste lëkurën. Artistja merr përsipër të mos bëj asnjë deklaratë publike kundër organizatorëve dhe të mos përmendet origjina etnike e saj gjatë performancave. Ajo i lecoi 3 herë, pastaj ngriti kokën dhe e pa Bariun. Ai qëndronte në këmbë pranë dritares me supe të ullura. Ajo pyeti: "Kush e solli këtë?" Ai ju përgjigj: "Miqtë që mendonin se na ndihmojnë." Nekshmia pyeti përsëri: "Po ti çfarë mendon?" Bariu u kthye drejt saj dhe tha diçka që ajo nuk e kishte dëgjuar kurrë nga goja e tij. "Unë jam i lodhur, Nekshmie. Jam i lodhur të shoh si ti mohon gjithçka. Jam i lodhur të jetojmë kështu. Jam i lodhur të shoh se si njerëzit që kanë talentin e gjysmës tënde jetojnë si mbretër, ndërsa ti qaset rrobat e vjetra." Heshtje rënkoi në dhomë si një gur i rënd. Nekshmia nuk u zemrua. Ajo e dinte se Bariu nuk po fliste nga llakmia. Ai po fliste nga dashuria dhe shqetësimi. Ajo u ngrit dhe shkoi pranë tij, i vuri dorën në fytyrë dhe tha: "Ti më njeh prej 30 vjetësh. A mendon se unë nuk jam lodhur? A mendon se unë nuk kam dëshiruar ndonjëherë të kem një shtëpi të madhe, të udhtoj pa shqetësime, të mos shqetësohem për faturat? Por çfarë do të më mbetet në fund nëse them po këtyre njerëzve? Një karrocë plot me arë dhe një pasqyrë ku nuk mund të shikoj veten time." Bariu nuk ju përgjigj, ai thjesht e përqafoi. Dhe ajo qau aty jo nga dobësia, por nga pesha e të qenit e vetmja që mbante atë pozicion. Sepse rreth saj të gjithë po binin, të gjithë po pranonin, të gjithë po shisnin cop veten e tyre. Dhe ajo po mbetej vetëm si një pemë në shkretir që refuzon të thahet. Por kjo pemë po fillonte të dridhej, sepse Bariu, njeriu që ajo e kishte besuar më shumë se kushdo tjetër, sapo kishte shfaqur diçka që Nekshmia nuk e kishte parë kurrë më parë: dyshim. Dhe ky dyshim ishte thika më e mprethë që dikush mund t'i ngullte në shpirt. 3 muaj kaluan në heshtje të rëndë. Bariu nuk e përmendi më kontratën, por Nekshmia e ndjente se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Një mëngjes, në orën 4, ajo u zgjua nga një ëndër e rëndë. Ajo kishte ndërruar diçka që e tronditi deri në palc. Në ëndër, ajo qëndronte në sken para një sale plot njerëz, por kur hapi gojen për të kënduar, nuk doli asnjë tingull. Publiku filloi të qeshte, pastaj filloi të hifte gjëra, dhe ajo thjesht qëndronte aty e heshtur, e pafuqishme, e zhveshur nga e vetmja gjë që bënte atë të jetë ajo. Ajo u ngrit nga shtrati dhe shkoi në kuzhinë, dëshironte të pinte ujë, por kur kaloi pranë dhomës së vogël ku Bariu flinte, sepse ai kishte filluar të flinte në dhomën tjetër për të mos e shqetësuar kur kthehej vonë nga punët e tij, dëgjoi një zë. Ishte zëri i Bariut.
Ai po fliste me dikën në telefon. Ora ishte 4:20. Bahriu fliste shushurima. Thirrjet në atë orë tërhiqnin vëmendjen e fqinjve. Kush fliste kaq vonë? Nekshmia nuk donte të dëgjonte. Por diskan toni I tij e bëri të ndallonte. Bariu po thoshte: "Po, e di, por ajo nuk dëgjon. Unë kam provuar gjithçka. Ajo është kaq kokfort sa do të na zhytet të dy. Po, e di që ka dinjitet, por dinjiteti nuk paguan faturat. Jo, unë nuk po them se duhet të braktis gjithçka, por duhet të jetë më realiste." Prit, po, kjo është e vërtet. Po çfarë mund të bëj unë? Unë jam thjesht burri I saj, jo menaxheri, jo vendimmarrësi. Neçmia ndjeu si dheu po hapej në këmbët e saj. Ajo u kthye dhe shkoi në dhomën e saj. Ulja në skajin e shtratit, dora I dridhej. Nuk ishte zemrimi që e coptonte, ishte zhgënjimi. Sepse nëse Bariu, njeriu që e njihte më mirë se kushdo, po fliste për të kështu me njerëz të tjerë, atëherë çfarë po thoshin të tjerët pas shpinës së saj? Në mëngjes, kur Bariu u zgjua verdi për mëngjes, ajo nuk përmendi asgjë, por ai e pa në sytë e saj se diçka kishte ndryshuar. Ai pyeti: "A ke fjetur mirë?" Ajo ju përgjigj: "Jo, por unë jam mësuar të mos fle." Ai u ul dhe mori nga dora. "Neshmie, ne duhet të flasim." Ajo tërhoqi dorën ngadalë. "Jo, ne nuk duhet. Sepse nëse ti mendon se unë po na zhyt, atëherë ti ke të drejtë të dallësh nga ania, por unë nuk do ta ndryshoj kursin." Bariu e shikoi me dhimbje të thellë. "Ti dëgjove." Ajo tundi kokën. "Po." Ai u ul me kokë ullur. Ajo nuk donte ta lëndonte, por ajo duhej ta dinte se ku qëndronte. Ajo pyeti: "A mendon se unë jam mendje madhe?" Ai nguli syt në dysheme dhe tha: "Jo, unë mendoj se ti je më e fortë se çdo njeri që kam njohur, por edhe hekurit tyen nëse nuk I jepet kohë të pushoj." Neshmia nuk u përgjigj menjëherë. Ajo shkoi te dritarja dhe shikoi jashtë. Ishte një mëngjes me shi. Njerëzit vraponin për të kapur autobusin. Jeta e zakonshme vazhdonte pa u ndier për dramat e saj. Pastaj ajo tha: "Nëse unë pushoj, Bari, unë nuk do të rifillohem më, sepse çdo pushim është fillimi I dorëzimit, dhe unë nuk mund ta përballoj atë." Ai nuk insistoi më, por prej asaj dite diçka u shkëput mes tyre. Jo dashuria, por besimi absolut. Dhe kur besimi fijon të qajet, edhe dashuria më e madhe fijon të rrezikojë. Në fund të vitit 1986, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Neshmia mori një ftesë në televizionin shqiptar për të marrë pjesë në një emision përkujtimor për legjenda të muzikës popullore. Kjo nuk ishte diçka e pazakontë, por kur shkoi në studio, ajo pa se organizatorët kishin përgatitur një skenë që ajo nuk e kishte kërkuar kurrë, ata kishin vendosur një ekspozitë të fotografive të saj nga vitet e para deri tani. Fotografi nga turnet, nga koncertet, nga takimet me figura të rëndësishme. Ishte si një muze I jetës së saj. Por kur Neshmia filloi të ecte mes atyre fotove, ajo u ndall papritur përpara një imazi që nuk e kishte parë prej vitesh. Ishte një fotografi nga viti 1962. Në atë foto, ajo qëndronte në skenë në Prishtinë. Pranë saj ishin 3 burra me kostume zyrtare. Në prapavi shihej flamuri jugoslav. Por çfarë e goditi Nekshmien nuk ishte simbolika politike, ishte shpreha në fytyrën e saj. Ajo buzëqeshte, por syt nuk buzëqeshnin. Ajo dukej si dikush që po luante një rol, jo si dikush që po jetonte. Prezantuesi I emisionit ju afroa dhe pyeti: "Zonja Pagarusha, çfarë mbani mend nga ai koncert?" Nekshmia e shikoi fotografin për një kohë të gjatë. Pastaj tha diçka që askush nuk e priste. "Unë mbaj mend se atë natë vendosa se kurrë nuk do të luaja rolin e dikujt tjetër, edhe nëse kjo do të thoshte të humbja gjithçka." Kjo deklaratë u transmetua drejt për drejt. Njerëzit që po shikonin nga shtëpitë e tyre kuptuan se ajo po fliste për diçka më shumë se thjesht një koncert të vjetër. Ajo po fliste për zgjedhjet që kishte bërë dhe për çmimin që kishte paguar. Pas emisionit, disa njerëz e thirrën për ta urojtur, disa të tjerë thirrën për ta kritikuar. Disa thanë se ajo ishte heroin. Të tjerët thanë se ishte kokë fort që kishte humbur mundësitë më dha për hiçgjë. Por Neshmia nuk u shqetësua për ata që kritikonin. Ajo u shqetësua për ata që lavdëronin si heroin. Sepse ajo nuk ndihej heroin. Ajo ndihej e lodhur, ndihej e vetmuar. Dhe ndonjëherë, edhe pse nuk do ta kishte pranuar kurrë publikisht, ndihej sikur kishte bërë gabimin më të madh të jetës së saj. Një javë pas asaj emisioni, ajo mori një letër nga Gjermania. Ajo ishte shkruar në gjermanisht, por bashk vinte edhe përkthimi.
Letra ishte nga një gruaja e moshuar që kishte emigruar nga Kosova në fund të viteve 70. Gruaja shkruante: Zonja Neçmije, unë kam 50 vjet që jetoj larg Deut. Kam haruar shumë gjëra, por nuk kam haruar zërin tuaj. Dhe kur dëgjova se ju refuzua të shisni ta të zë përpara, unë qava për orë të tëra. Jo nga trishtimi, por nga krenaria. Sepse ju na kujtuat se jo çdo gjë ka çmim. Dhe kjo na bën njerëz. Neçmija lexoi atë letër 5 herë. Pastaj e vendosi në kutinë metalike ku mbante kastetat e saj të fshehura. Ajo nuk e tregoi askujt për atë letër, por atë natë, për herë të parë pas muajsh, ajo foli qetë. Sepse edhe në mes të errësirës më të thellë, drita e vogël e një letre mund të qëndrojë si yll që nuk shuhet. Vetëm 5 njerëz e dinin të vërtetën e plot. 5 njerëz që uljeshin në një dhomë të vogël të errët në periferi të Beogradit çdo muaj të fundit të vitit 1987. Ata nuk ishin politikan, nuk ishin antar të partisë. Ata ishin njerëzit që kontrollonin industrinë e muzikës në hija. Producer privat, drejtor studiosh, një avokat që përfaqësonte interesat e oligarkëve të rinj dhe një mjek që specializoi në problemet e zërit të artistëve të mëdhenj. Takimi ishte i fshehtë, pa protokoll, pa shëmime zyrtare. Në tavolinë ishte vetëm një dosie e hollë me emrin Neçmije Pagarusha, të shkruar me shkronja kushtsive. Produceri më i vjetër, një burr me mustak të thenjur dhe sy të ftohtë, e hapi dosjen dhe tha me zë tulet: Ajo nuk ka më shumë se 2 vjet. Zëri po i shkon, trupi po i shkon, dhe ajo nuk do të pranojë ndihmë. Kjo do të thotë se ne kemi 2 mundësi. E para, e lëm të zhduket në heshtje. E dyta, e ndihmojmë të zhduket shpejt dhe në mënyrë të kontrolluar. Mjeku u përkull përpara dhe shtoi: Unë e kam parë dosjen e saj mjekësore. Ajo refuzon trajtimin që ne i ofrojmë. Nëse vazhdon kështu, brenda 3 vjetësh nuk do të mund të ngrihej nga shtrati. Por nëse ne do ta ndihmonim në mënyrën tonë, ai ndalloi dhe shikoi të tjerët. Askush nuk foli. Të gjithë e kuptuan çfarë nënkuptonte. Avokati, një burr i ri me kostum të zi dhe sy zeari, tha: Çështja nuk është nëse ajo do të vdes. Çështja është se çfarë do të mbetet pas saj. Nëse ajo vdes si martire e varfër që refuzoi të bashkëpunojë, ajo do të bëhet simbol. Por nëse ajo vdes si një grua e sëmurë që humbi betejën me trupin, askush nuk do ta kujtojë si heroin, vetëm si një tragjedi të zakonshme. Produceri tjetër, një grua me flokë të kuq dhe buzë të kuqe si gjak, tha: Ne nuk duhet ta vrasim, ne duhet thjesht ta lëm të vdes. Ka një ndryshim të madh, dhe ai ndryshim na ruan të pastër. Këta 5 njerëz nuk vendosën të vrasin Neçmijen. Ata vendosën diçka më të keqe. Ta izolonin aq shumë sa që askush nuk do të dëgjonte thirrjet e saj për ndihmë. Ata vendosën që emri i saj të mos përmendej në gazeta, koncertet e saj të anullohen në justifikime të ndryshme. Ajo të bëhej një fantazm që ecte mes të gjallëve, dhe kur ajo do të vdiste, sepse të gjithë vdisnin, askush nuk do të pyeste si ndodhi. Do të thonin thjesht, ajo ishte e moshuar, ajo ishte e sëmurë, ishte fat që jetoi aq shumë. Por ata bën një gabim të vetëm. Ata nuk llogaritën se Neçmija kishte ruajtur çdo letër që i kishin dërguar, çdo kërcënim, çdo ofertë të refuzuar. Çdo përpjekje për ta blerë ose për ta shtypur. Dhe ajo i kishte vendosur të gjitha në një zarf të matë të vullosur që i kishte lënë te një noteri në Tiranë me një udhëzim të qartë. Nëse ajo do të vdiste në kushte të dyshimta, ky zarf duhej të hapej dhe përmbajtja e tij të publikohej. A e dinin ata për ekzistencën e këtij zarfi? Disa prej tyre dyshonin, por askush nuk guxonte ta provonte, sepse nëse ajo vërtet kishte prova, hapja e atij zarfi do të shkatëronte jo vetëm karrierat e tyre, por do të zbuloste të gjithë rrjetin e manipulimeve që mbante gjallë industrinë e artit jugoslav. Pra ata zgjodën të presin. Dhe Neçmija, e sëmurë, e lodhur, por ende e gjallë, vazhdoi të ecte në rrugë me kokën lart, duke ditur se ata po prisnin të rrëzohej. Por çfarë do të ndodhte nëse ajo nuk rrëzohej? Çfarë do të ndodhte nëse ajo do të jetonte mjaftueshëm gjatë për t'i parë ata të rrëzohen të parët? Historia po afrohej drejt një përfundimi që askush nuk e kishte parashikuar. Në muajin mars të vitit 1989, Neçmija ishte ullur në terracën e vogël të apartamentit të saj. Era e pranverës fillonte të ngrohte ajrin. Ajo kishte një batanie mbi gjunjë dhe një filçan çaji në dorë. Kishte humbur peshë. Fytyrën e kishte të varrosur, por syt, ata sy që kishin parë aq shumë, ende ndriconin me një shkëlqim të çuditshëm. Ajo po shikonte drejt kodrës së largët, ku dieli po zbriste ngadalë. Bariu doli nga brenda dhe u ul pranë saj. Ai nuk foli menjëherë, thjesht qëndroi aty,
Pastaj tha, zonja nga zyra e notarit më thiri sot. Neçmia u kthie dhe e pa. Ajo pyeti, dhe? Bariu ju përgjigj. Ajo tha se ka njerëz që po bëjnë pyetje për zarfin tënd. Njerëz që duan ta dinë çfarë ka brenda. Neçmia buzëqeshi. Mirë, le ta dinë se ekziston. Kjo i mban larg. Bariu nuk buzëqeshi, ai pyeti. Por çfarë do të ndodh kur ti të mos jesh më këtu? Kush do ta hap atë zarf? Neçmia i shikoi për një kohë të gjatë, pastaj tha, ti. Bahri u tundi kokën. Unë nuk mund ta bëj atë. Unë jam pjesë e kësaj historie. Nëse unë e hap atë zarf, ata do të thonë se unë kam manipuluar përmbajtjen. Nikshmia mendoi për disa çaste, pastaj tha, atëherë le ta bëj dikush tjetër, dikush që nuk ka asgjë për të humbur, dikush që nuk ka frikë. Por kush ishte ai dikush? Përgjigja erdhi në një mënyrë që askush nuk e priste. Një javë më vonë, Nikshmia mori vizitën e një gazetari të re nga Prishtina. Ajo ishte 25 vjeç, emri i saj ishte Fatime. Ajo kishte ardhur për të bërë një intervistë për një revistë të vogël kulturore. Por kur filloi të fliste me Nikshmien, diçka ndryshoi. Ajo nuk po bënte pyetje të zakonshme. Ajo po bënte pyetje që preknin thelbin. Fatime pyeti, zonja Pagarusha, ju keni refuzuar shumë oferta që do t'ju bënin të pasur. A mendoni ndonjëherë se keni bërë gabim? Nikshmia ju përgjigj, çdo natë. Fatime pyeti, atëherë pse nuk e ndryshoni mendjen? Nikshmia ju përgjigj, sepse të pendohesh për një vendim dhe ta ndryshosh atë, janë dy gjëra shumë të ndryshme. Unë mund të pendohem për dhimbjen që shkaktova vetes dhe të dashurve të mi, por nuk mund të pendohem për atë që ruajta, shpirtin tim. Fatime shkroi atë përgjigje me dorë të dridhur. Kur intervista mbaroi, Nikshmia e mori nga dora dhe tha, ti nuk je vetëm gazetare, ti je dikush që kërkon të vërtetën. Fatime u habit, si e dini? Nikshmia buzëqeshi, sepse unë njoh sytë e atyre që duan të dinë të vërtetën, dhe ti i ke ato sy. Pastaj Nikshmia bëri diçka që shokoi Fatimen. Ajo nxori një çelës të vogël nga xhepi dhe ja dha. Kur unë të mos jem më, shko te zyra e notarit Petrit Kolla në Tiranë. Jepja këtë çelës. Ai do të hap zarfin që unë kam lënë atje dhe ti do ta marrësh atë zarf. Brenda janë të gjitha letrat, të gjitha ofertat, të gjitha kërcënimet, të gjitha provat se si përpiqeshin të më blejnë dhe të më thyjnë. Unë dua që ti publikosh ato, jo për mua, por për të gjithë ata që vijnë pas meje dhe që mund të pyesin veten, a ja vlen të qëndrosh besnik ndaj vetes kur të gjithë tjerët po shesin? Fatime nuk e mori qelsin me njëherë. Ajo pyeti, pse unë? Pse jo dikush më i njohur? Nikshmia ju përgjigj, sepse dikush i njohur ka shumë për të humbur. Ti je e re, ti ende beson se e vërteta ka vlerë, dhe unë dua që kjo besim të mos vdes me mua. Fatime e mori qelsin, dhe në atë moment, pa e ditur, ajo u bë trashëgiese e betejës që Nikshmia kishte zhvilluar për dekada. Por çfarë do të gjente ajo në atë zarf, dhe çfarë çmimi do të pagonte për ta zbuluar atë? Dimri i vitit 1990 erdhi me borë të rëndë. Nikshmia rrallë dilte nga shtëpia. Trupi i saj po dobësohej çdo ditë, por mendja ishte ende e mprethë si thik. Ajo dinte se koha po i mbaronte, por ajo nuk kishte frikë nga vdekja, ajo kishte frikë nga harrimi, se mos historia e saj do të shtrembrohej. Se mos të rinjt do të mendonin se ajo kishte qenë thjesht një këngëtare e vjetër që kishte humbur mundësitë e veta. Ajo donte që ata ta dinin të vërtetën, se ajo kishte zgjedhur me vetdije të humbte gjithçka për të mbrojtur diçka që shumica e njerëzve nuk e shihnin dot me sy. Një pasdite, ndërsa ajo ishte ulur pranë zjarrit, erdhi Bahriu me një lajm. Ai tha, produceri që të ofroi kontratën e parë në vitet 60 vdiq dje. Nikshmia nuk lëvizi. Ajo pyeti, si vdiq? Bahriu ju përgjigj, në gjumë. Në shtëpinë e tij të madhe me gjithçka që kishte, por i vetëm, fëmijët e tij nuk ishin atje. Gruaja e tij e kishte braktisur 10 vjet më parë. Askush nuk erdhi në varrim përveç njerëzve që ai kishte paguar për të qenë atje. Nikshmia nuk foli për një kohë të gjatë, pastaj tha, a sheh Bahri? Ai kishte gjithçka, dhe vdiq me asgjë. Unë kam asgjë. Por kur vdes, do të kem diçka që ai kur nuk e pati. Bahriu pyeti, çfarë? Ajo ju përgjigj, paqen e brendshme. Por a ishte kjo e vërtet? A ishte Nikshmia vërtet e qetë me zgjedhjet e saj? Apo ajo thjesht po luante rolin e fundit, rolin e gruas që nuk pendohej? Ne nuk mund ta dim me siguri, por ajo që dim
është se në ditët e fundit të jetës së saj, ajo kërkoi që të sillnin magnetofonin e vjetër. Ajo donte të regjistronte një mesazh. Bahriu e solli magnetofonin dhe e vuri për brisë saj. Ajo shtypte butonin e kuq të regjistrimit dhe filloi të fliste, me zë të dobët, por të qartë. Zëri i saj thoshte: "Kam jetuar të 10 vjet. Kam parë luftë. Kam parë paqe. Kam parë lavdi. Kam parë hares. Por asnjëherë nuk kam parë arsye të mjaftueshme për të shitur shpirtin tim. Nëse dikush po dëgjon këtë pas vdekjes sime, dua t'ju them vetëm një gjë. Mos u shitni, edhe kur ju ofrojnë gjithçka, edhe kur ju thonë se jeni budallënj, edhe kur ju thonë se po humbisni jetën tuaj. Sepse nëse ju shiteni, ju nuk keni më jetë për të humbur. Ju bëheni thjesht mall që ndërron duar. Dhe kur vdisni, askush nuk do të mbajë mend se kush ishit. Do të mbajnë mend vetëm sa kushtonit." Ajo ndali regjistrimin. Bahriu po qante. Ajo e pa dhe tha: "Mos qaj, unë bëra zgjedhjen time dhe nuk e ndryshoj." Neshmije Pagarusha vdiq në muajin shkurt të vitit 1994, në shtëpinë e saj modeste, pa para në bank, pa villa, pa makina luksoze, por me një emër që nuk mund të blihej ve që nuk mund të shitej. Varri i saj në Tiranë u bë vend pelegrinazhi. Njerëzit vinin nga gjithë Ballkani për t'i lënë lule, disa qanin, disa luteshin, disa thjesht qëndronin aty në heshtje, duke menduar për çfarë kishin shitur ata vetë dhe çfarë kishin humbur. Një javë pas vdekjes së saj, Fatime, gazetarja e re nga Prishtina, shkoi te zyra e notarit Petrit Kolla. Ajo mori zarfin e vullosur. Brenda ishin 36 letra. Disa prej tyre ishin kërcënime të hapura, të tjera ishin oferta me shifra që bënin të merreshin mend. Të tjera ishin presione mbi familjen e saj. Fatime i leksoi të gjitha, pastaj i publikoi në revistën e saj. Historia u përhap si zjarr. Për muaj të tërë, mediat flisnin për gruan që refuzoi të shitej, për gruan që zgjodhi varfërinë mbi tradhtin, për gruan që tregoi se jo çdo gjë mund të blihej. Por pyetja më e madhe mbeti e papërgjigjur: çfarë ndodhi grupit të atyre 5 njerëzve që kishin planifikuar izolimin e saj? Produceri më i vjetër vdiq në vitin 1998, i varfër dhe i harruar. Mjeku humbi licencën për shkak të skandaleve me manipulime mjekësore. Avokati u arrestua për mashtrimi financiare. Gruaja me flok të kuq u largua nga vendi dhe askush nuk dëgjoi më për të. Dhe produceri tjetër, ai që kishte thënë se do ta linin Neshmijën të vdiste, u gjet në apartamentin e tij të madh i vetëm me një shishe të zbrazët barnatrash pranë shtratit. Askush nuk erdhi në varrim të tij përveç punonjësve të varrezave. A ishte kjo drejtësi apo thjesht fat i keq? Ne nuk mund ta dimë. Por ai që dim është se emri i Neshmije Pagarushës vazhdon të jetojë. Këngët e saj ende dëgjohen, zëri i saj ende preket zemrat. Dhe historia e saj ende mëson njerëzit se dinjiteti është një nga gjërat e pakta që nuk mund të blihesh as të shitesh. Mund vetëm të zgjedhësh, ta mbash ose ta humbash. Miq, si e shihni historinë e Neshmije Pagarushës? A ishte ajo viktime një sistemi që izoloi për shkak të dinjitetit të saj, apo ajo vetë zgjodhi këtë rrugë duke ditur pasojat? A do të kishit guximin ta bënit atë që ajo bëri, të refuzoni gjithçka për të mbetur besnik ndaj vetes? A e mbajnë mend ende njerëzit në qytetin tuaj si simbol të ndeshmërisë, apo emri i saj është harruar nga brezi i ri? Shkruani mendimin tuaj në komente. Na intereson të dim nëse vlerat e saj ende jetojnë në zemrat tuaja. Vendosni pëlqim për këtë histori të vërtet dhe abonohuni në kanalin ton për më shumë rrëfime që zbulojnë çmimet që paguan ikonat tona për të mbetur besnik ndaj vetes.